Ne jemi në vazhdimsi të zinxhirit të mësimeve që kanë lidhje me shpjegimin e tre parimeve dhe argumenteve të tyre, të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah të shëroft. Besimtari, kemi thënë në fillim të librit, duhet të di 4 çështje. Do të di se janë detyrë për të 4 çështje, nëse dëshiron të fitojë dhe të shpëtojë. Qoftë Allahu Azza wa Jall wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën, pasha asrin, është përthyer kohën, por qëllimi është pjesa e fundit të ditës, përpara akşamit. Pasha asrin, pra koha pas ikindis, me të vërtet njeriu është në humbje. Allahu i madhëruar dëshmon, me të vërtet njeriu është në humbje. Përveç atyre që besuan, pra mësuan vërtet, dhe besuan në të, dhe punuan të mira. Punuan me të vërtetën që e mësuan dhe e besuan. Punuan me të dhe këshilluan me të vërtetë. Dhe i thirrën të tjerët me të vërtetë. Dhe nuk mjaftohet me kaq, dhe thot, dhe i këshilluan të tjerët, këshilluan midis vetes të jenë të duruash. Allah i madhëruar e bën tipari në durimit në këtë sure madhështore, surën e Asrit, e bën kusht për të shpëtuar. Sepse në besimin, në kriterin e parë, në mësimin e të vërtetës dhe besimin e të vërtetës kërkohet durim. Në zbatimin e asaj që ti besove dhe mësove, kërkohet durim. Në da'wen, në thirrjen e të tjerëve në këtë vërtetë, kërkohet durim, sepse thirrësit në të vërtetën gjithmonë kanë hasur sprova dhe janë përballur me armiq. Ata që janë në të kundërt, ata që besojnë të kotën pa vërtetën. Çdo i dërguar i Allahut ka pasur armiq. Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., çdo i dërguar, dhe Muhamedi s.a.s. i dërguar i unë. Dhe çdo pasues i të dërguarve kanë pasur armiq. Pasuesit e të vërtetës me pasuesit e të kotës do jenë gjithmonë në luftë, në përplasje në të dynjë. Një nga sprovat që has besimtari në këtë botë është përplasja me pasuesit e epsheve, të kotës, pa vërtetës, pa drejtës. Dhe kërkohet durim. Kërkohet durim në zbatimin e së të vërtetë, kërkohet durim në përhapjen e të vërtetës, në urdhërimin në të mira, në ndalimin nga e keqja. Dhe durimi në të 3 pika është durim që përfshin të 2 llojet e caktimeve. Pra, njeriu duron, besimtari duron, përmendëm mësimin e kaluar, në ato caktime që Allahu i madhëruar ka caktuar prej sprovave, sëmundje, varfëri, fatkeqësi. Gjatë kërkimit të dijes, ti si njeri, si kërkues i dijes, do hasësh në këtë udhtim, në këtë rrugtim, sprova të ndryshme. Sprova që lidhen me varfërinë, sprova që lidhen me sëmundje, sprova që lidhen se është larg vendi kur do të kërkosh dijen, sprova që lidhen se kujt do të japësh përparësi, lidhen me kohën, me angazhimet e tua personale, kërkimit të dijes, apo dhe është përsi dynjasën për gjithësi.
Ky është durim në caktimet e Allahut në univers. Por se duke qenë kërkimi i dijes urdhër nga Allahu, adhurim në vetvete, quhet gjithashtu konsiderohet durim në atë që Allahu ka urdhëruar. Si është namazi, agjërimi, çdo punë e mirë. Kërkon durim apo jo? Kërkon durim. Dhe kërkimi i dijes është një adhurim nga adhurimet, jo nga adhurimet e thjeshta, po mund të themi është nga adhurimet më të rëndësishme dhe më të mira. Sepse dija është para punës. A ka mundësi njeriu të adhurojë Allahun pa dije? Jo, kur? Nëse ti nuk e mëson haxhin si bëhet haxhi, s'bën dot haxh. Nëse ti nuk mëson si agjerohet, nuk agjeron dot. Nëse ti nuk mëson dot rregullat e tregtisë, ngeli dispozitat, nuk mund të bësh të tregti hajër ose halal. Nëse ti nuk i di çështjet e gjykimeve, nuk ka mundësi që ti gjykosh drejt. Prandaj dija është para punës, para veprës. Dhe durimi në të treja, në tre faza, në kërkimin e dijes, pra në besim, në punën me atë që ti besove, dhe me atë që ti mësove, dhe në përhapjen e kësaj vërtete, në dawe, në urdhërim në të mirë, ndalim nga e keqja, durimi është në të dyja llojet kategori. Edhe në lidhje me durimin në atë që Allahu ka caktuar për sprovave në univers, në caktimet tona në krijim, dhe durimin në atë që Allahu ka caktuar si ligje, si dispozita, si adhurime ndaj nesh. Pra caktimet e Allahut, gjykimet e Allahut janë dy lloje. Gjykime, caktime në univers dhe caktime në fenë e tij në shariat. Dhe durimi kërkohet në dy llojet. Dhe dija, puna me të, dhe thirrja në këtë dije, në këtë të vërtet, i përfshin të dy llojet e durimeve. Pra ne dhe shpërblimi është shumë i madh, kush i plotson këto 4 kritere, 4 tipare që Allahu i ka përmendur në surën Al-Asr. Sura Al-Asr është një surë e shkurtër dhe përmend edhe një herë përsëris, ka thënë Imam Shafiu, nëse do ti zbriste njerëzve vetëm kjo sure, do t'i mjaftonte atyre si argument. Jo se kjo sure përmban gjithë fenë, dispozitat, haramin, halalin, jo, po si argument, pra i është ngritur argumenti me këtë sure. Janë përmendur gjërat më kryesore, më thelbësore. Dhe ishin sahabët, transmetohet, që gjithmonë kur ndaheshin nga njëri tjetri, e lexonin këtë sure. Për të përkujtuar njëri tjetrin për rëndësinë që kanë ato 4 pika. Janë kusht për shpëtimin dhe fitimin e njeriut. Ne e lexojmë këtë sure çdo herë ndoshta, e ngjojmë, po pak prej nesh e ndjen rëndësinë e saj ç'është duhet. Të gjithë ne pa përjashtë. Do dim diçka që është e njohur. Çdo tekst hyjnor në Kur'anin dhe Sunetin, njerëzit janë në grada në lidhje me kuptimin dhe ndjeshmërinë që kanë për të tekst. Si e ndjejnë, si e kuptojnë, sa e madhërojnë. Ishin sahabët, zakoni i tyre që e ngjonin tekstin e zbatonin menjëherë. Mos zgjatem më tepër, por se kalojnë në shpjegimin e mësimit të sotëm, ku autori futet dhe shpjegon 3 pika të rëndësishme që besimtari duhet t'i di dhe t'i besoj. Dhe t'i zbatoj. Pika e parë është dije, thot Allahu të mëshirot. Dije, Allahu të mëshirot. Bukur, një hyrje shumë e bukur. Dije, mësoje, Allahu të mëshirot. Dhe thuhet që kjo frazë është thënë nga një nga shpjeguesit e librit të autorit. E ka futur si shtesë në të. Sepse e dinte zakonin që autori ka pasur në librat e tjerë. Dhe ka përdorur në ca vende që vetë autori s'e ka përdorur. Dhe thuhet që nga këto vende është dhe ky vend, pra kjo pjesë e tekstit. Është detyrë, tani thot autori, për çdo musliman
dhe muslimane të mësoj 3 çështje. Të punoj me to, e para, të dim se Allahu i madhëruar, i themi të dim dhe të besojmë. Fjala të dim, pra të dim dhe të besojmë se Allahu na ka krijuar ne. Na ka furnizuar ne. Por se nuk na ka lënë neve pa përgjegjësi. Pa na dhënë amanet i sut. Nuk na ka lënë neve pa udhëzues. Nuk na ka dhënë neve pa tregues të vërtetës. Nuk na ka lënë neve pa të dërguar. Por ka dërguar të dërguar për çdo popull dhe ka zbritur libra. Mbi ne është amaneti i madh nga Allahu Azza wa Jall. Jemi krijesa, qenie me përgjegjësi shumë të madhe. Përgjegjësi që si ka mbajt as qiell dhe as toka. Pra Allahu i madhëruar ne besojmë se na krijoi, na furnizoi. Autori fillon me një çështje që është pra tek gjithë njerëzit është diçka që njihet, e pranueshme për çdo besimtar. Dhe e njohur, Allahu na krijoi, na furnizon, na mban gjallë, na mban jetë. Po sikur se ne besojmë se Allahu na krijoi, na furnizoi, ne besojmë se Allahu ka dërguar pejgamber. Po pse i ka dërguar pejgamberët? Për t'u bindur atyre. Dhe thot, dhe kush i bindet, thot autori, dhe kush i bindet pejgamberit, do hyn në xhenet. Dhe kush e kundërshton, do hyn në zjarr. Fjali të qarta, fjalë shumë pra të kuptueshme, të qarta, të cilat shkojnë në zemër. Nuk ka filozofi këtu. Ka dërguar të dërguar prej jush, nga morali më i mirë që ka pasur ai person. Pra, nga ato që ka qenë më moralshmit prej jush, e ka përzgjedhur për të transmetuar fjalën e tij dhe e ka bërë detyrë bindjen ndaj tij. Dhe bindja ndaj dërguarit është bindja ndaj Allahut. Dhe ka thënë shkurt, kush i bindet dërguarit, zbaton atë që ai thot, do hyjë në xhenet. Dhe kush e kundërshton, do hyjë në zjarr. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çdo kush prej jush do hyjë në xhenet, përveç atij i cili nuk do, refuzon. I thanë sahabët, o i dërguari i Allahut, kush është ai i cili e refuzon xhenetin? Çka ka thënë? Men ata'ani dakhala al-janna, wa man 'asani faqad aba. Kush mu bind mua ka hyrë në xhenet. Dhe kush më kundërshton, ai e ka refuzuar xhenetin. E kuptueshme? Thot Allahu Azza wa Jall, inna, dhe në argumenti, autori këtë ka zakon, kemi thënë fillim mësimit. Për çdo çështje, thot dhe argumenti është fjala e Allahut Azza wa Jall. Të edukohemi se ne e marrim fen nga Kurani, Suneti. Nuk e marrim në fen nga mendjet e njerëzve, sa do i zgjuar të ai, ose nga fjalët e dikujt, sa do orator tjetë. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Subhanallah. Kurani është mrekulli. Ne me të vërtet kemi dërguar tek ju të dërguar, dëshmitar ndaj jush, si argument ndaj jush. Siç dërguam tek Firaoni të dërguar, pra Musa alayhis salam.
Pastaj vjen ajeti kuranor që thot atë që tha më lart, dhe Firaoni e kundërshtoi të dërguarin. Cili është rezultati? Fa akhadnahu akhdhan wabila. Dhe ne thot e morëm me dënim atë, me i dënim shumë të ashpër, shumë të dhëmshëm. Ky ajet kuranor tregon se ne dërguam tek ky dërguar, të cilin e kemi bërë detyrë, pra bindën ndaj tij. Siç dërguam të dërguar tek ata që ishin para jush, si shembulli i Musa alayhis salam tek Firauni. Dhe vjen argumenti dhe Firaoni e kundërshtoi të dërguarin. Dhe përfundimi ishte dënimi për atë që kundërshtoi të dërguarin. Dënimi më i ashpër. Allah na ruaj. Çështja e dytë që duhet ta mësojmë dhe të punojmë me të, dhe ta dimë dhe të formojmë bindjen e fortë, është se anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Allahu i madhëruar nuk është i kënaqur që t'i bëhet atij ortak dhe shok në adhurim. Kushdo qoftë ai, qoftë i dërguar nga Zoti, i përzgjedhur, njeriu më i mirë qoftë engjulli më i mirë, ose qoftë engjëll. Allahu i madhëruar e ka bërë të ndaluar idhujtarinë. E ka bërë të ndaluar t'i bëjmë dikë të barabartë në adhurimin ndaj tij, e cila është e drejta që i takon vetëm Allahut. Adhurimi është e drejtë vetëm e Zotit. Njeriu, krijesa e Allahut Azza wa Jall, ka detyrë të adhurojë vetëm krijuesin, Allahun e madhëruar. Dhe në të drejtë, Allahu nuk ka lejuar që dikush ta shoqërojë në të. Nuk ka lejuar që ma adhuroni mua, ma adhuroni dhe pejgamberin, dhe Xhibrilin, dhe engjëjt. A ka ndonjë tekst i cili thot, bashkë me mua lutni dhe mua dhe Muhamedit alayhis salam? Jo. Ka ndonjë tekst që thot, lutni mua, ma adhuroni mua dhe Xhibrilin? Kur? Asës. Por se Allah i madhëruar, në të kundërt, me qindra ajete, ka ndaluar që në të lusim me Allahun, bashkë me Allahun dikë tjetër. Thot Allahu Azza wa Jall, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma Allahi ahada. Dhe dije se xhamit janë ndërtuar, vendet ku njerëzit falen dhe adhurojnë Allahun, janë ndërtuar vetëm për Allahun. Fala tad'u ma Allahi ahada. Dhe mos lut bashkë me Allahun askënd, kushdo qoftë. Dhe këtu fjala mos lut ka për qëllimin mos adhuro, sepse lutja është adhurimi. Ad-du'a huwa al-ibad. Hadithi. Lutja është adhurimi. Dhe fraza lutje që vjen në tekstet në Kur'an dhe Sunet ka për qëllim gjithashtu adhurimin në vetvete. Kur thuhet mos lut me Allahun askënd, mos adhuron në përgjithësi me Allahun askënd. Po duke qenë lutja adhurimi më madhështor dhe më i drejtpërdrejt, atëherë ka thënë mos lut me Allahun askënd. Çështja e tretë është anna man ata'a ar-rasul, ai cili ju bind të dërguarit, pra plotësoj pikën e parë, dhe plotësoj pikën e dytë, e njësoj Allahun në adhurim, nuk adhuroj me Allahun dikë tjetër. Dhe njëherë, pika e parë ishte Allah na krijoi, na furnizoi, dërgoi të dërguar për ne, nuk na la në papërgjithësi, nuk na la në pa
pa na urdhëruar, pa kërkuar prej nesh pra çështje që kemi detyrë, por se ka dërguar të dërguar që e ka bërë detyrë bindje ndaj tij dhe e ka bërë detyrë të pasojmë rrugën e pejgamberëve dhe na ka lajmëruar, na ka paralajmëruar që kush i bindet të dërguarit do hyjë në xhenet dhe kush e kundërshton do hyjë në zjarr. Ishte pika e parë. Pika e dytë, tham që Allah i madhëruar nuk është i kënaqur, pra e urren idhujtarin, e urren t'i bëjmë barabart me adhurim. Nuk është i kënaqur me atë njeri i cili barazon dikë me Allahun Azza wa Jall në adhurim, i shoqëron Allahu dikë në adhurim. Kush beson të parën dhe dytën, atëherë e ka detyrë që mos të miqësoj, të miqësoj, të doj ata të cilët armiqësojnë Allahun dërguarin e tij dhe fenë e tij. Ti marrin për mik, si për krahës, si miq më të dashur se besimtarët, si miq më të dashur se Allahu i dërguari i tij dhe se besimtarët. Dhe ti marrin si për krahës dhe mbështeten tek ata, dhe ti jenë në anën e atyre, dhe mos jenë në anën e besimtarëve, mos jenë në anën e Allahu dërguari i tij. Allahu Azza wa Jall la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nuk do gjesh një popull, pra njerëz, që besojnë në Allahun dhe ditën e gjykimit dhe të miqësojnë, është e pamundur të ketë njerëz që janë besimtarë në Allahun ditën e gjykimit dhe të miqësojnë, të duan dashuri, pra e cila ka lidhje me miqësimin e tyre, me përkrahjen e tyre, në animin tek ata, duke i parë ata më mirë, më të fortë ndaj besimtarëve, të miqësojnë ato të cilët hadallahe wa rasule. Hadallah, pra ata armiqësuan ose dolën në anë të kundërt të anës së Allahut dërguar i tij. Fjalë për fjalë. Hadallah, ato të cilët morën një anë të kundërt me anën që janë Allahu i madhëruar, feja e tij, i dërguari i tij dhe besimtarët. Dhe nëse këta njerëz, të cilët janë i besimtar, qofshin njerëz më të afërt, qofshin me vallarët e tyre, qofshin fëmijët e tyre, qofshin vëllezërit e tyre, qofshin farefistë e tyre, ata janë të cilët, pra që ata të cilët nuk miqësojnë armiqtë e Allahut, janë të cilët ulaike kataba Allahu fi qulubihimul iman. Janë të cilët Allah i madhëruar shkruajti, ose caktoi, ose vendosi në zemrat e tyre besimin e qëndrueshëm. Wa ayyadahum bi ruhin min, dhe ndihmoi me ndim nga ana e tij. Wa yudkhiluhumul janna, dhe Allahu këta njerëz do t'i fusin në xhenet, ky është premtimi i Allahut për këta besimtar. Tajri min tahtiha al-anhar, në xhenete, në kopshte, në të cilat rrjedhin lumej, khalidina fiha, të përhershme në të, radiyallahu anhum wa radu an, Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Ulaike hizbullah, ata janë partia pale Allahut. Ela inna hizballahi humul muflihun. Me të vërtet partia dhe pala Allahut janë të shpëtuarit, janë fitimtarët. Çështja e tretë është që muslimani jo vetëm duhet të largohet nga idhujtaria, jo vetëm duhet i bindet pejgamberit, por gjithashtu të distancohet nga të cilët janë armiqtë të Allahut të hapur, armiqtë të fesë. Të mos ndjej miqësi dhe rahati tek ata. O s'ka gjë.
miq, dashuri. Jo, ne i duam të mirën të tjerëve, të udhëzohen. I duam udhëzimin e tyre, i mëshirojmë, na vjen keq. Si bëjmë keq askujt, si bëjmë padrejtësi askujt, kushdo qoftë, armiku më i madh qoftë. Padrejtësia tek ne është e ndaluar rrepsisht tek muslimani. Nuk i bën muslimani tradhti, mashtrim, vjedhje, ta hash në besë tjetrin, kur? Kushdo qoftë ai, sa do i keq ti. Dhe në të keqe nuk e themi të keqe. Kemi të të mbrohemi. Po të mbrohemi. Kemi të të marrim hakun ton, nëse cënohemi, marrim hakun ton. Po në rrugën e drejtë, në rrugën e duhur, jo me tradhtia ose me ngrënë besë ose me lloj të tjera. Ose duke të kaluar kufiri, më tepër se na është marrë prej hakut. Kjo është diçka tjetër në lidhje me marrëdhëniet. Po lidhje me besimin tënd, lidhje me atë që ke ti, pra prej urrëties, prej miqësisë, ne nuk i miqësojmë ato të cilët janë armiq Zotit, që mohojnë Allahun, urrejnë fen, urrejnë pejgamberin, armiqsojnë besimtarët. Dhe nuk i miqësojmë ata mbi besimtarët. Se shikon njerëz të cilët e kërkojnë krenarin, e kërkojnë pozitën tek ju besimtarët, ke pozita e tyre, tek pasuria e tyre, tek pushteti i tyre. Dhe kjo është në gabimet më mëdha që mund bi besimtari. Allah thënë në Kur'an, thuaj krenaria i takon Allahut, pejgamberit dhe besimtarit. Pra besimtari, që thamë në fillim, është i vetëdijshëm në lidhje me të tre çështje. I beson ato, punon me to. Dhe të tre çështje janë të domosdoshme që duhet i dish çdo besimtar. Të janë baza në formimin ton të besimit dhe mendimit, perceptimit që du të kemi në lidhje me fen ton në besimin ton. Allah i madhëruar është krijuesi ynë, furnizuesi ynë, por si gjithashtu ai na ka krijuar një qëllim. Qëllimi është adhurimi i Tij të vetëm, dhe ne nuk adhurojmë dot Allahun vetëm nëpërmjet rrugës të kujt? Të dërguarve. Dhe kemi detyrë të bindemi, të nështrohemi, dhe bindjen të dërguarve është bindje ndaj kujt? Ndaj Allahut Azza wa Jalla. Kush më bind mua, i është bindur Allahut. Kush më bind të dërguarit, apo Allahu Azza wa Jalla, më është bind mua, Allahut më dërguar. Dhe ne besojmë gjithashtu se gjunahi më i madh është idhujtaria. Dhe është puna më urryer dhe më e keqe të barazosh dikë me Allahun e madhëruar në atë që Allahut i takon vetëm atij. Adhurimi, madhërimi, përulja, përgjërimi, lutja, kurbani, namazi, çdo punë e mirë, çdo adhurim, çdo madhërim takon kujt? Krijuesit Allahut Azza wa Jalla. Dhe Allahu nuk është i kënaqur me atë i cili i bën Allahut barabartë çdo kënd, qoftë ai meleku më i lartë, më i afër, pejgamberi më i mirë. Allahu i madhëruar e ka ndaluar idhujtarinë. Dhe ne e kuptojmë fen ashtu që Allahu do për ne. Jo që ne na vjen, sepse ka dhe devijime të ndryshme, grupacioneve që thojnë që Zoti drejtimet e universit e ka dhënë disa shehlerje, disa persona. Ka të thelluar në sufizëm, që e thojnë këtë. Shiat dhe Rafidat thojnë që ato dietarët e tyre, si quajnë në rrova, pra shehlerët e tyre, kanë fuqi në dijen e fshehtë, në ngjalljen, në shërimin. Ai sa kanë kaluar dhe fuqinë e Zotit, pra është mbi Allahun Azza wa Jall, edhe kanë barazuar me Allahun dhe mbi Zotin. Dhe këta e quajmë edhe musliman.
Dhe për të ardhur keq, ka për sot, për aty që thonë jam musliman, thotë nuk e adhuroj dot Allahun direkt pa shehur, duhet lidhja. Edhe lidhëtaria ka forma të ndryshme. Forma të ndryshme, cilat më të bjerë njeriu nga padlia, ose nga imitimi ose fanatizmi i një grupi të caktuar, një devijimi i sektit të caktuar. Allah na ruaj. Mos e zgjat më tepër sepse këto janë tema të cilat janë shumë të rëndësishme dhe ka në tema të tjera, me kaq mjafton inshallah, që vjen në përsëris prapë inshallah këtë që morëm sot, duke gjithashtu inshallah Allahu na dhënë jetë dhe shëndet e iman, të shpjegojmë mësimin e ri inshallah në mësimin e ardhshëm. Kaq për sot inshallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.